Sipas ekspertit ushtarak britanik Ed Arnold, vendet e NATO-s duhet të përgatiten për një përballje të mundshme ushtarake me Rusinë brenda 2 vitet të ardhshme, konkretisht deri në vitin 2027. Në një intervistë për agjencinë gjermane DPA, Arnold theksoi se skenari i mundshëm i nisjes së një konflikti është në rajonin e Baltikut, veçanërisht në korridorin e Suwaltik, pika strategjike që lidh Europën qendrore në vendet baltike. Arnold theksoi se përballë kërcënimeve të reja, Gjermania nuk duhet të shpërndajë investime në armatime për një periudhë 10 vjeçare, por të përqendrohet në fuqizimin e menjëhershëm të aftësive mbrojtëse. Prioritet sipas tij përfshir rritjen e stokut të municioneve të artillerisë dhe pajisjeve me sistem të provuara si raketat Taurus, tanket Leopard A2, A8 dhe automatet e blinduara Boxer. Eksperti vënë në dukje se Gjermania përmes forcimit të Bundeswehrit mund të fuqizojë jo vetëm trupat e saj, por dhe aleatët e NATO-s. Ai theksoi se Europa duhet të largohet nga ideja për të pasur gjithmonë armatimet më të mira teknologjikisht, pasi në luftë mjafton të jesh pak më i mirë se kundërshtari. Si shembull, ai përmendi Ukrainën ku armët praktikisht kanë qenë më efektive se teknologjitë më të avancuara. Ndryshimi i mënyrës së luftimit sipas Arnold lidhet ngurtësisht me përdorimin masiv të dronëve, që tashmë janë të gjithë përfshirë në çdo nivel të betejës. Ai paralajmëron se një konflikt mes NATO-s dhe Rusisë mund të shpërthejë dhe aksidentalisht si pasojë e tensioneve të larta dhe veprimeve ushtarake të pandërprera në kontinent.